Duke qenë zoti Lezi si Irani tashmë po blen qindra sisteme të reja të mbrojtjes ajrore nga Kina, mendoni se është duke u përgatitur Teherani ndoshta për një përballje të re ushtarake me SBA-n dhe Izraelin? Po, nderuar, kjo futet te strategjia e mbrojtjes e Iranit, në kuptimin e asaj që ai nuk është në sulm, por në kushtet e situatës në të cilat ndodhet, janë të domosdoshme për Iranin dhe etike në kuptimin e rritjes kapacitetet mbrojtëse të saj, qoftë për bazat ushtarake, sidomos për sistemin e mbrojtjes ajrore, të cilet për hir vërtetës është në koha e këtyre sulmeve apo e këtij konflikti tregoj që Irani është dobësuar shëndetshëm për sa i përket sistemit ajror dhe kjo është një ndihmë që i jepet Iranit sidomos nga një partner i rëndësishëm strategjik dhe jo vetëm strategjik dhe geostrategjik me vokacion global siç është Kina, ku e furnizon qoftë me sistemin e mbrojtjes, po ashtu edhe me armatim, po ashtu edhe me sistemin me bazën e helikopterave, me dronëve, e kështu sikundër me infrastrukturë, me logjistikë, me informacion, por që nuk besoj që është një skenar përgatitje për luftë, po për më të shumti në këndvështrimin e strategjisë së Iranit është më së shumti është për të parandalu luftën, për të parandalu luftën dhe për të treguar shërbaz dhe Izraelit që ka si reaguese dhe mbrojtëse të tij dhe është një strategjia e Iranit në këtë rast është për të dhënë mesazhe të shumëfishta në kuptimin e aftësisë mbrojtëse që ka për shkak kapacitetet që në rritje që i vinë nga furnizimet nga Kina, sikundër tregon edhe një mesazh force dhe mbështetje dhe diplomatike, duke pas parasysh që furnizimi vjen nga një fuqi e madhe siç është Kina, po nga ana tjetër si tillë kjo tregon në një farë mënyrë edhe aftësinë që ka Irani për të amortizuar, për të relativizuar dhe forcën goditëse që i vjen nga SBA-ja dhe nga Izraeli, pikërisht nga vetë fakti që sistemi i mbrojtjes raketore, radarëve të tjerë, në një farë mënyrë ja lehtëson edhe barrën e saj dhe e bën po themi absorbon edhe forcën goditëse të këtyre sulmeve, Tanë janë mesazhe që përcjell shumë fisha, qoftë politike, qoftë diplomatike, qoftë ushtarake, po jo për të thënë që skenarin e eskalimit luftës, po për të thënë një mesazh që jam gjendje të mbrohem për shkak të faktit që pas meja është Kina dhe fuqit rajnale dhe Rusia kështu me radhë. Në fakt, zoti Lezi, se i përket kësaj marrëveshje, Kina ka mohuar raportet për blerjen e këtyre mbrojtësve ajror dhe nga ana tjetër, mbas kësaj marrëveshje, mendoni se ndoshta mund kemi një operacion të fshetë ushtarak, do të shuaja mes Pekinit dhe Teheranit dhe tashmë në këtë situatë, a është duke shndruar Kina në furnizuesin kryesor ushtarak të Iranit pas presionit të sanksioneve perëndimore? Po, nderuar, absolutisht, Kina don për vetë fakti çfarë përfaqëson edhe në aspektin e geopolitik, geostrategjik Irani për Kinën që furnizues edhe kryesor nga cilën e blen navë dhe gaz dhe lëvron edhe madat dhe është pjesë e projekteve të rëndësishme të geostrategjike saj në kuadrin e One Belt One Road dhe si tillë është i detyrueshëm për ta bërë, se imagjino një skenar ku ti humbas kjo zonë influencë e Kinës, si mund të vijë edhe ajo do të ndihet e kërcënuar në kuptimin e afërsisë që i vinë po themi ndikimi i SBA-s në një zonë të rëndësishme për të, dhe si tillë mund të kemi një ndryshim edhe të hartës ndikimeve në këtë zonë dhe pikërisht ndryshimit e konfiguracionit dhe Kina është e detyruar në kuptimin edhe interesave po themi etike të saj, ekonomike, geopolitike, geostrategjike, që t'i jap mbështetje, por që asnjëherë nuk Kina bazuar në platformat dhe parimet e saj ka qenë paqësore, qoftë me vendimarrjet që ka marrë në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka qenë në një status neutraliteti dhe gjithmonë ka abstenu, në kuptimin e asaj që rezolutat ka veten e saj abstenuese përkundër miratimit unanim që kërkohet, si për të treguar që qasja e Kinës në raport me luftën ka qenë paqja dhe zhvillimi dhe këto dhe Kina gjithmonë pavarësisht që underground ja jep këtë mbështetje,
edhe kamuflohet përmes marrëveshjeve, kontrate e kështu, por që nuk e pranon që të ketë një marrëdhënie të tillë, po themi të dukshme dhe të bërë të njohur në aspektin ushtarak, por në kuadrin e marrëdhënieve dhe këtyre aspekteve strategjike dhe ato të sigurisë. Zoti Lezi, nga ana tjetër, çfarë ndryshon në terren, pra nëse Irani do të pajiset me 400 raketa Manpads kineze, mendoni se mund të ndryshojë balanca e fuqisë në rajon? Balanca e fuqisë, shikoj nderuar, kemi thënë edhe më përpara, sepse Irani nuk mund ta përballojë dot në supremacinë amerikane, por ai mund të rezistojë dhe mund ta futë në një kurth një strategjisë të konsumimit të luftës, në kuptimin e saj të tentoj ta dobësoj durimin e saj, të prish kohezionin e brendshëm në radhave të aleatëve, qoftë perëndimor, po edhe vetën e SBA. Po nga ana tjetër, kërkon të jap edhe mesazhet që unë jam në gjendje dhe të përballoj këtë sulme dhe ta zgjas në kohë. Kjo është strategjia e Iranit. Rezistenca, mbijetesa e regjimit, si kundër dhe aftësia e saj mbrojtëse dhe reaguese. Por që kjo nuk ka një strategji që t'i përballoj shpejt, po ta fut në kurthin e zgjatjes së këtij konflikti përmes konsumimit, sepse kemi parasysh, kemi thënë që lufta ka koste të mëdha, që është vështirë për të përballuar nga palët, as më tepër që opinioni publik edhe amerikan është i ndjeshëm ndaj kosteve, qoftë atyre humanitare, kemi parasysh vrasjen e ushtarëve amerikan, por edhe atyre edhe asaj ekonomiko-financiare, dhe kjo është strategjia e Iranit në raport me një ballafaqim të drejtë për drejtë, apo të cilët do të jetë me pasoje fatale, në kuptimin e jo të dyshueshme për të, por ta zgjas sa më tepër këtë konflikt në mënyrë që të rrisë kostot e mëdha të luftës. Kemi parasysh opinioni publik dhe jo vetëm është shumë i ndjeshëm ndaj këtyre kostave, dhe pikërisht nisur nga kjo strategji dhe Irani synon çfarë të forcojë aftësitë dhe kapacitetet e saj mbrojtëse, t'i përmirësoj atë për t'i dhënë mesazhet që unë jam në gjendje t'ju përballoj, ta zgjas sa më tepër këtë konflikt, i cili nuk është i dëshirueshëm për askënd. Sepse SBA ka dëshiruar si kundër një korre fitore të menjëhershme të arritjen e objektiveve në mënyrë sa më të shpejtë, gjë e cila nuk janë përmbushur. Si e tillë ka rënë në të kurthin asaj që quhet një luftë pa krye, ku s'ka një strategji dalëse për përfundimin e saj. Zoti Lezi, pse Irani tashmë po investon në armë të lëvizshme kundër ajrore dhe jo vetëm në sisteme të mëdha mbrojtëse, dhe mendoni se treguan sulmet e fundit se sistemet ekzistuese iraniane nuk ishin të mjaftueshme për të mbrojtur objektet strategjike? Po, patjetër i nderuar, do të thotë që lufta tham që të konsumon edhe si tillë përballë kësaj zgjatje, përballë kësaj konsumimi, se ke fakti që ishte target i goditjeve të herpasershme të sulmeve ajrore, e cila një numër i madh bazash apo arsenale armatimesh edhe u goditën, dhe çarçën e dobësimin e infrastrukturës mbrojtëse dhe logjistike të Iranit, dhe ishte e detyrueshme që të kishte një bazë mbështetëse dhe furnizimet, si për të dhënë mesazhin e frymarrjes, e ripërtritjes, por edhe vazhdimit të kësaj luftës dhe aftësisë reaguese. Dhe për këtë arsye këto furnizime janë po themi të rëndësishme në kuptimin